Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Uroj që kjo ditë të jetë shumë e mbarë për ju. Sot, në orën 19, Galeria e Arteve Figurative hap një ekspozitë. Ajo është e piktorit Aleksandr Hila. Thirrja e heshtjes titullohet. Një titull që të grish për të zbuluar diçka nga kjo heshtje. E më natyrisht nëse afrohesh në punimet e saj, gjen natyrën të bukurën edhe të shenjtën. Diçka shumë artistike, diçka filozofike, diçka njerëzore. Autori i kësaj ekspozita, Aleksandr Hila, ka një histori të gjatë me artin pamor, dhe kjo është piktura ekspozita e tij e 9 në vijimsinë e viteve të tij me artin, e mëkuar shumë herët nga familja, nga Shkodra, nga ecuria e tij, dhe nga prirja dhe talenti i hershëm i zhvilluar në stade mjaft profesionale të arritjeve të tij. Profesioni i mësuesit nuk e ka kundërshtuar asnjëherë artin, përkundrazi e ka ushqyer atë. Ndaj ka ecur në paralele të drejtë për drejta me të dyja këto pasione, por që siç duket në çdo pas dite pune, arti ka qenë aty si një ushqim i bukur, i shpirtit, i mendjes, i talentit dhe i çdo gjëje që ai ka kultivuar. Sot thyrja e heshtjes do të jetë përballë spektatorëve në orën 19. Dhe unë tani me piktorin Aleksandr Hila në studion Mirëmëngjes Shkodër. Nadia mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Është dalësive që në ju. Po edhe për mu. Njerëz dhe qytetarë që kanë vlera, qytetari, profesionalizëm, kontribute, janë gjithmonë në vendin, jo të kësaj studio, po të qytetit, në vendin më të nderuar. Ju uroj shumë suksese sot. Faleminderit shumë. Është, megjithëse nuk është ekspozita e parë, është e 9-ta. E 6 në piktur dhe aty përfshin dhe 3 ekspozita me fotografin, se cila prej të tyre ka karakteristikat e veta dhe para një paraqitje çdo artist ka ato dilemat e veta, ka sigurit, pasigurit, lëkundjet, si ngjan kjo para ekspozit e 9 tek ju, si janë? Është sigurisht është një punë e disa viteve, është një punë që është bërë me shumë dashuri, me shumë kënaqësi, merr ato të lajet e bardha dhe komunikon për kohë tana me ta, dhe gjerë një produkt që unë kam shumë qejf që këtë produkt ta bashkëndaj me qytetarët e mi. Emocionet janë të pranishme, si në ekspozitën e parë, ashtu edhe sot. Po besoj që momentet e mikpritjes, jo thjesht edhe pa vrejtje, nuk në shërbejt, ajo ana pa vrejtje nuk në shërbejt. Ne do në me dhanë një komunikim, ne do në me dhanë një mesazh, edhe shpresoj që të mirë pritet mesazhi që unë kam dashur të dhanë me këto. Padyshim. Ka ndonjë karakteristikë mëngjesi sotëm ose qenia para një ekspozite të tillë, keni ndonjë padurim, ndonjë siguri, pasiguri ose diçka tjetër? Unë fillimisht gjej rastin me falënderu stafin e Galerisë Arteve. Për krijimin e mundësisë, për gatishmërinë dhe si thush pjesën nxitse të vendosjes së pikturave. Atëja ka rreth një javë që janë në galeri. Kemi insertin regjia, po?
ka rreth një javë që janë galeri dhe herë mas herë kemi komuniku për vendosjen e tyre dhe falenderoj të 3 ato punojësit e Galerisë Arteve për kontributin që kanë dhënë. Është inserti tjetër, po? Besoj se keni patur një ndjeshmëri mjaft të veçantë kur nga studio juaj tashmë ndodhen në një ambient tjetër dhe që janë para publikut ja këtu. Jeni duke menduar për kurimin e ekspozitës. Thashë edhe herë falenderoj stafin, sepse në momentet e para më ka dhënë një dorë të lirë, më thanë, si e ke mendu ti? Dhe më dhej për komunikojnë, ka ishte një të qasje shumë e bukur, një bashkë veprimi punë të me ne tjere dhe rame në një Galeria Shkodrës ka një pozicion kaq të këndshëm, të mbrëmshëm, flas për pjesën e jashtme, kaq të mbrëmshëm për vendosjen e pikturave, saqi të emocionon me atë thymje që ka galeria. E shikoni si profesionist dhe kështu ndihmoni edhe mua apo të tjerëve ta shohin edhe në këtë prizëm, sepse çdo faqe muri mund të jetë një kapitull i një realizimi artistik apo jo. Kjo jena mundu që me pas secila të veçanten dhe më nëjtë të ndërthurën në një tjetër. E keni titulluar Thyerja e Heshtjes. Të duket se ka filozofi mbrana, të duket një titull pak i veçantë, të dialogosh, të mendosh, ta ngacmosh apo të ngacmoj heshtja. Në fakt titulja pak i fortë. Heshtja, thirrja, si lidhë me një tjetër. Jo vetëm në pikturë, po gjithmonë heshtja nga një herë ka britëm, ka një zak, ka shfuqishëm, sa që të tërndit. Ba me pa në kontekst ekspozita për cilën bëjmë fjalë, është vendosur në 3 kapituj, për të quajmë kështu kapituj. Peizazhe, natyra qeta dhe tu falulesh. Për secilin ne kemi kontaktin me natyrën. Peizazhi i natyrës është ai që ka vendos ekuilibrat e të bukurës, e ngjyrës, e pozicionit, e raportit, që ai na ma gjeps. Çdo ndërhyrje që do t'i bëhet këtij peizazhi natyror është një moment të cilën nuk ta kënaq. Apo po kaloj pak më rëndomt, frutat dhe zarzavatet i shohim edhe me përmasa, edhe me dimensionet të cilat nuk na pëlqejnë, sepse nuk kanë shijen e natyrës, se nuk ka atë shije që na jep dardha në kopshin tonë. Nuk ka atë shije të cilën ja ka dhënë natyra. Këto mund t'jenë përpunume nga ana gjenetike, mund t'jenë në rrymje nga jashtë, por nuk e zëvendësojnë kur atë që natyra na ka dhënë. Apo tupa me ludes, shumë llojshme, e mallë, në mënyrë instinktive na afrohna për me marrë dhe dalim pak të zhgënjur se nuk pas ka aromë. Sepse na kujtohen ato rrugicat tona, ajo arome o borreve tona, të luleve të cilat jemi rritë dhe jemi, edhe pse jo, jemi në borë me o borret dhe lulet e Shkodrës. Patjetër, kështu është. Është një thirrje drejt për drejt, një mesazh shumë i fuqishëm nëpërmjet artit që ta mbrojmë natyrën. Të mos e ngacmojmë në mënyrën më negative, sepse përndryshe nuk do t'jetë më ajo natyra që është në të vërtetë, apo jo? Për atë kam përmendur fjalën heshtje, thirrje e heshtjes, se natyra do t'i vendosë ekuilibrat. Kjo se na nuk e ndihmojmë për me vendosë të ekuilibra, ajo do të përgjigjet ndryshe. Mesazh shumë i fuqishëm. Do të përgjigjet ndryshe dhe ne atë fajsojmë pse na ka sjellë të dame në qoftë vinë damet. Po jemi ne
të cilat kemi kontribu shumë pak që kjo natyrë të mesin ashtu. Mesazhi është shumë i fuqishëm. Është, madje do të thosha, është një mesazh jetik, sepse ne jetojmë në natyrë dhe arti jep këtë mesazh të fuqishëm nëpërmjet punimeve tuaja. Si dialogojnë pikërisht këto 3 kapitoj, natyra e bukur e shenjta i keni e quajtur, por nëpërmjet gjinive të ndryshme, peizazhi, natyra e qetë, tufat e luleve, kanë një korrelacion në të cilin e bashkëjeton ideja që ju i keni dhënë ekspozitës. Thash, janë piktura të cilat i preken kollaj. Peizazhi preket shifet bukur. Ata natyrat e qeta jam mundu, unë flas se unë kam një knatësin dhe duke që knatësin ta transmetoj. Unë duke që kanë vendos harmonin, atë harmonin që kërkojnë natyra me mjedisin, atë i në mundu edhe unë si piktori ekspozit, edhe kurator, edhe galeristat, janë mundu që ti japin pjesën unike, të përfshime. Dhe kjo ka qenë pjesa e bukur. Unë mendoj se kemi arrit të japim jo vetëm mesazhin, por edhe nëpërmjet ngjyrave të japim atë magji që ka natyra. Ka një stinë ekspozita, ka ngjyrat e një stine, apo aty përmbledhet gjitha stinët e vitit dhe ngjyrat e spektrit diellor? Është në momentin e parë, për ata që do të vinë mi vizitu, shifen disa peizazhe të vogla, për masave të vogla. Janë 8 me të njëjtin mallësi. Pa aty do të çojmë të gjitha stinët e vitit në ato peizazhe. Do të thonë që natyra të jep atë knatësinë gjatë gjithë kohës, edhe kur është e zymt. Më me pa në momentet të erta, në thojzat të natyrës, të shef përsëri bukuri, shef me atë ngjyra originalitetin e saj. Është ju e keni konceptuar që në fillim një ecuri të tillë të këtij realizimi të ekspozitës suaj, apo kjo ka ardhur pas hapi duke realizuar një punë apo një tjetër? Faktikisht vitin e fundit të punës kam pas disa orë mësimit në mbrojtjen e natyrës. Dhe ka qenë një mesazh shumë i fuqishëm, jetësor do të thosha. Dhe e kam mbyll ciklin e mësuesit me ato nxënës që kina shku me mjell mbi të rraj udhin në kodat e objektit. Kjo ka qenë spunda. Kur thash në fillim është në nderin e kësaj studio, por të qytetit tonë që kemi na njerëz me këtë qasje qytetare, morale, kontribuese, në të gjitha sferat e komunikimit dhe të profesioneve që ata zotrojnë, do të thotë që qyteti mban parzmin e asaj fisnikëria apo atyre traditave që përçohen pikërisht nga njerëz dhe personalitete të tillë. Mësuesi, artisti, qytetari, njeriu që ndjen heshtjen, por që përpiqet të jap thirrjen e kësaj heshtje. Natyrisht keni pas shumë frymëzime. Është e vërtet. Po ka përcej pak. Kam bërë disa ekspozita në pikturë. Njëra është titullu Librat dhe lulet. Tradita e qytetit. Ajo bukuria e nënave tona të shërby o borëve. Nuk është shkput asnjëherë nga dituria.
Unë kam pas në anën mësuse dhe ka punu 30 sa vjetë mësuse, ty fillu me peshkopin, ka këtë mësuse në peshkopi. Nderim, shumë respekt. Dhe në kanë kultivu të këtë edukat vazhdimisht. Libri nuk duhet më hek për i dohet asjer, as i bosh. Ja pra që ju i keni dhënë këtë qasje punimeve tuaja, sepse ndjeni si nevojë, dhe nuk është ekspozita e parë, e dytë apo e tretë që ju jepni mesazhe të tilla. Të gjitha janë përshkruar nga ide të cilat kanë buru nga vetë problematikat e jetës, por edhe nga këndvështrimet tuaja tepër artistike edhe natyrisht njerëzore, apo jo? Marlejme në hyp me dal pak në tema. Po. Pra disa vitesh kam ba një ekspozit homazh për Van Goghun. Për Van Goghun, po. 30 riprodhime të veprave të Van Goghut në bibliotekën e qytetit. Mu dukte një person i pamrojtun që e ka fillu me atë sulmin se është i qmenën, që më rinë djerë në vetë vrasje, që hekë dhe veshin se i këshok nga Roma, dhe më dukte se është nevojshme që ta njofin edhe Shkodran kështë është rëndu. Çfarë qasjesh? Dhe në një mesazh që më qënë profesor Agim Katidha i thot, je Van Goghu Shkodran. Natyrisht komunikimi me publikun është mënyra më e mirë që të ushqesh pasionin, artin, prirjen, talentin, patjetër. Dhe ky komunikim natyrisht ju jep sfondo. Çdo njeriu në fakt kur ndjen një mendim, një përshtypje, një nxitje, për të s'është gjë tjetër veç motivim për hapa të mëtejshëm, apo jo? Ju e keni pas këtë komunikim të vazhdueshëm përderisa jeni artist pamor. Ka herë modestia të qërmrava. Po, nga herë modestia të prume është pak e dëmshme. Por duhet vendos disa gjana të paktën që njerëzit të njoftin. Kam qiru i shqipedike, 2 vizatime kur kam kënë 6 vjeç, të ekspozume për i dajsten Ferdinand Pacit. Nderim për piktorin e madh Ferdinand Pacit. Në Pallatin e Pionierëve Tiranë. 64-shin i rrugë me dashuri. Vdekja e Dajs më ka bërë që një periudhë 12-15 vjeçar të mos preku asnjë piktur, asnjë lapc, asnjë pelet, 12 vjet nuk kam prek. Çfarë reagimi? Kthehet puna dhe djali i Dajs, Adriani, po. Me sjell në shtëpi një kuti me bojna dhe një tela Eduard. Mesazh shumë i bukur. Me fillu edhe herë punën. Kështu është jeta. Njeriu dhe artisti. Njeriu dhe artisti nuk mund të përkthehen më shqip se pikërisht në këtë shembull. Megjithatë, frymëzimet nuk kanë mbaru, sepse pikërisht kjo ringritje juaja. Unë në fillim kur e hapa programin sot në radio thash që edhe nëse rrëzohesh, të ngrihesh ende më i fuqishëm. Tek ju ndodhi një rrëzim shpirtëror, por fuqia që të dha vetë djali piktorit, vetë arti juaj akumulum nga mbrëmje, të dha nxitjen për të vijuar. Dhe ka qenë një nxitje shumë e fuqishme. Shumë e fuqishme. Jashtëzakonisht e fuqishme. Të kodiu ngarkohet me energji pozitive, njeriu edhe si homazh. Edhe si amanet, po thuaj. Patjetër. Da, gja bukur.
Janë momente të cilat të bëjnë krenar, të japin mundësin. Mendoni se keni ndonjë ndikim nga piktura e piktorit të madh Ferdinand Paci? Të paktën si frymëzim. Shumë ma thojnë, shumë pejzazhe ngjasojnë me pejzazhet e Dajs. Shumë. Sidomos të zonës të Thetit, i ka punu, ngjasojnë. Ju takon të lëvizni me kavalet për këto pejzazhe? Ja. Të si tha që pak më përpara, unë kam një aparat fotografik relativisht të mirë, fotografoj mjedisin, po, dhe shkoj me atë foto, po kur nuk e zëvendëson natyren e foto. E ndoshta shkoj edhe 2 të gjerë tjera, sepse pozicioni i dritë në ngjyrimin e mjedisit nuk është dy herë njësoj. Megjithatë ju jeni edhe mjeshtër i fotografisë dhe kështu e plotësoni atë artin tuaj pamor edhe me fotografin. Keni realizu 3 ekspozita fotografike, por që janë me tematik. Dhe kjo për mu është një qasje shumë profesionale. Nuk janë frymëzime të rastishme, janë frymëzime shumë të bukura që vinë natyrshëm, por që drejtohen nga një tematik, nga një ide, lulja dhe terri, apo ersina, si e keni titullu? Lulja më poshtë. Më poshtë terrin. Ose një tjetër, 98-ën, rritin e largë dhe të afërt. Po. Reflektim. Qa kishte kjo? Foto ekspozit. Vetëm bashkjetes kafshësh. Në përshkodë dhe Shqipnin gërësit të automatiku u vriqin për gjitha kafshë bashkjetonin dhe ato kanë qenë një motiv që më kanë thanë paraqiti, që një njerëzit të mësoj për i tyne. Kështë artisti? Artisti jep diçka që dikush tjetër e anashkalon. Artisti ka mundësi që të trokas në ndërgjegjën kolektive. Artisti ka mundësi që ta jap në mënyrën më të mirë të mundshme këtë ide nëpërmjet artit të tij dhe të komunikojë me publikun. Nuk e di, unë mendoj se nga gjithë këto ekspozita ju i shikoni punimet tuaja her pas here në ambiente familjare, në ambiente të tjera më të gjana. Çfarë ndjeni? Sepse i blejnë njerëzit. Sigurisht. Është shumë e vështirë kur të largohet një pikturë nga shtëpia ose nga studia, është e vështirë. Po është aq e këndshme kur e shef diku tjetër, apo kur ndëgjon nga dikush tjetër për punimet tuaja. Po t'jap një shembull. Nuk ka nevojë me përmendjen ose nuk ka rëndësi emrat. Një mik jemi me kërkon diçka për Shkodrën që do të me qu në Barcelonë. Dhe kishe një ciket me 6 piktura të vogla të Shkodrës. Sot një pjesë aty nuk janë ma, si notesa. Ja pra. Arti ringjall kujtesën historike të një qyteti. Dhe kur më të sjell foton e atij që ja kishte dërgu për shesh, me 6 piktura të vendosura në mur, emocioni është shumë i pranishëm. Sa gjë e bukur. Sa gjë e bukur. Kështu arti komunikon, ridimensionohet në hapësira, në vende, jep mesazhe të fuqishme kudo që të ndodhen, dhe kjo i jep atë kredon autorit, piktorit, artistit, që po, kjo është. Të bush me knatësi. Ju keni rrugtimin tuaj edhe si mësues, dhe këto bashkohen nuk e përjashton njëra tjetrën. E kanë ndihmuar njëra tjetrën arti dhe mësuesia. Edhe sfiduese është, sepse puna e vazhdueshme me nxënësit, por edhe arti.
Jam dhe autori disa librave. Nuk... Matematika. Autor dhe bashkautor. Kam disa libra të matematikës, të logjikës, 5 personal, dhe kam 3 libra, në fjale male kam. Sa modest, vetëm një njeri me vlera. Kemi si bashkautor edhe 3-4 libra të tjerë, të fushës. Unë dhe t'kishe dash që të flas edhe më mirë për shkollën sot, për arsimin sot. Nuk jam krejt i kënaqur. Arsimi është vlerë kombëtare, vlerë universale. Nevoje domosdoshme. Shprehja madhe që kush hap një shkollë mbyll një burg, është shumë e pranishme. Shumë e pranishme. Kështu që me pas diçka në dorë, zhe pas do të kishe tentu me rregullu, do të ishte arsimi dhe shkolla. Janë shtyllat, një ndër shtyllat më të fuqishme të një ekzistencës në një kombi. Familja, shkolla, kujtesa. Sidomos kohët e fundit kam pas mundësi me lviz në për galeri në Firenze, në Rom, në muzeun e Van Goghut. Si u duk të ritakim. Si një anë, 4 orë në muzeet Van Goghut, dhe kur kita dalë, i kam thënë ti me shoqe, do të mund me pushu sepse jeni në gjendje e shokut. Shfrymëzimi që t'jep arti. Ky është përgjegjësia që t'jep arti. Të jesh artist do të thotë mbash mbi vete përgjegjësinë jo thjesht një realizimi të një mesazhi, të një historie, të një nxitje, të një frymëzimi, sepse arti ky është. Natyrisht një ekspozit është një kënd juaj, sepse vetë jeta juaj përbahet nga shumë të tilla këndvështrime, vetë ekspozitat tuaja në një qasje të tematikave të ndryshme, gjithmonë në përshtatje me realitetin, janë shumë interesante. Shtoj këtu edhe kontributi tuaj shumë të vlefshëm pedagogjik me librat tuaj, përbën një personalitet shumë të formum, për të cilin duhet të ndjejmë shumë respekt, dhe ata hapat e but mbi trotuar kur takojmë njerëz si ju stregojnë gjë tjetër veç se fisnikrinë tuaj personale, por edhe të këtij qyteti që mbart shumë histori, shumë ecuri të bukura. Sot kemi të rinj, edhe ato do të vinë sot, do të vinë 3-4 ditë deri më 4 prill të shohin ekspozitën tuaj. Besoj se do t'i prisni aty. Patjetër, me shumë qëllësi. Shkollat ka një mundësi të takojnë, të kenë një qasje të drejt për drejt me artin dhe mesazhet e tij. Apo jo? Është e vërtet, nuk është shprehje konsumit si armë të ekonomisë, jo. Nuk është konsum, është realitet. Është realitet. Si e shihni këtë? Sepse jetojmë në një kohë shumë dinamike, ku nga njëherë arti nuk shuhet asnjëherë, por shpesh ka përcehet drejt horizontesh që të pasurojnë shpejt, që kërkojnë të mbërrinë me shpejtësi astronomike diku etj. Edhe kjo puna e artit e kjo puna e ndjeshmërisë artistike don shpirt, don hapa të mendum, don shumë përgatitje, thellim, shfletim, nuk është thjesht një ravizim i çastit. Po nisem për te aja figura që është emblematike për mua, Van Goghu.
gjatë jetës vetë ka shit vetëm një pikturë. Dhe i vllai nga Parisi i dërgote gjithmonë vlera monetare të lajë, bojnë atje. Dhe ky thote, do di një ditë që pikturat e mia do të vlerësohen, thote. Sepse unë shoh një mos përputhje, thote, midis arritjes teme, Van Goghu, dhe nivelit të spektatorit. Do të rritet, thot spektatori, për mi vlerësu pikturat e mia. Çfarë qasi. Janë njerëz që dalin shumë rrallë. Kur shoh s'kam qef me folë shumë. Jo, është shumë interesante kjo bisedë. Studion teme e kam titullu Vincenz. Se ka vetëm pikturat e Van Goghut. Po të rafti librave, kur shoh 3-4 libra që janë me nënshkrim të padërgjegjfishtës, ato më nxisin. Një bota e vendeve të ulta, Holland, Belgjik, Francë, me gjigant që kina pas edhe ne, pa kam librat e dorës ti, sepse Lahutën e Malcis, dorëshkrimin e Lahutës së Malcis, Gjergj Fishta ja ka falë atëste. Po kjo që nga një Ashtë në bibliotekën e Shkodrës. Dorëshkrimin. Dhe agja juj ka qenë? Francescan, Silvestër Hile, Francescan. Edhe njënër ato që ruj është edhe kjo kopertit e librit. Në më thanë që kompletohet. Sot unë kam ftu në studio vërtet piktorin Aleksandër Hila, autorin e ekspozitës që hapet sot në Galerinë e Arteve, por kam ftuar edhe një institucion kulturor, i cili ka të gjitha mundësitë për ta justifikuar këtë emër, institucion kulturor. Përsëri vim te ora 19 sot. Do t'jeni aty, do t'jemi aty. Keni ndonjë dilem deri në atë orë të vendosni edhe ndonjë punim apo tash çdo gjë është paketu? Atëherë, ty pas atë pjesën e edukimit matematikor, që mi bë gjanat më gradualisht, por në vendin e duhur, në kohën e duhur, unë çdo gjë është mirë me dur. I kam Kopsit. Po kjo nuk do të thotë që po të kthehesh një tash në studion tuaj, nuk ka një kavalet të hapun. Po. Ajo është. Keni një subjekt? Me qenë se punoj me Bojna Vojt, unë gjithmonë nuk e kemi anashkalu, por teknika vajit është e gjitha në këtë ekspozit dhe për ju është e parapëlqyme. Po, unë vetëm me Bojna Vajit punoj. Kjo më sjell pak vështirësi sepse do në atë kohën e thamjes së Bojna, kështu që unë kam 2 kavalete. Keni të hapuna. E kanë një subjekt të veçantë, kanë subjekte të veçanta, të ndryshme, të një linje? Ja, zakonisht eci me një linje, do të thënë, ka një tematikë se të nxit diçka, futet mbrëmë të njeriu ajo nxitje, përpunohet dhe del si njenjë. Pas ka fillu ekspozita e 10. Besoj se po. Dhe unë ju uroj shumë suksese. Ju uroj suksese, frymëzime të pafundme, shëndet e jetë dhe mbarësi në të gjithë rrugtimin tuaj. Ju falenderoj shumë që sot ishe në këtë bisedë shumë interesante në Mirëmëngjes Shkodër, duke shprehur konsideratën për ju personalisht, për formimin tuaj, për familjen nga vini, nanën mësuese, dajën piktor. Nuk janë të rastishëm këto gjana, sepse janë homazhe shumë nderuese. Ju keni zonjën tuaj, një
zonjë intelektuale dhe artiste njëkohësisht, por dhe djalin mjek, doktor. Kështu që të gjitha këto e plotësojnë atë habitatin tuaj të shumë të përshtatshëm për të qenë artist në shpirt. Faleminderit shumë. Suksese sot në orën 19 në Galerinë e Arteve Figurative. Thyrja e Heshtjes, kjo ekspozitë që është vërtet për të mos u humbur. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.